portali Politico.al shtron këtë pyetje, apo e çon Partinë Demokratike drejt gjykatave mungesa e garës brenda partisë, duke nisur nga fakti që kandidatë si Evi Kokalari kanë paralajmëruar pa di, ndërsa Ervin Saliani dhe Mereme Sela kanë kundërshtuar publikisht skualifikimin e tyre dhe a rrezikon kjo të minojë besimin tek procesi për kreun e partisë? Partia Demokratike është parti e hapur, s'mund ta marrë kushkur, u përpoqen për ta marrë. Unë i them portalit se këtë parti Edi Rama s'mund ta marrë kur me kandidatura të vështira. Se Ervin Saliani i kam shpjeguar dhe shpjegoj edhe një herë 10 herë, u shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën që qëndroi në burg, por në burg e shiti vetën. Tash nuk do të përsëris problemet e tij, se i kam thënë. Në burg ai u birësue nga Plum Gjoka dhe Oltjon Bistri. Sa po doli, ai ishte në shoqëri të vazhdueshme të Erby Sagasit. Dhe për portalin që pyet, i them, pikërisht momentin kur lasi skandali Balluku, ky filloi xhiro për të ulur, për të sfumuar zhurmën, për të krijuar një vatër tjetër debati. Prandaj dhe nuk ka asnjë ata që dhe njerë, ata që kanë mbajtur qendrim që përfaqësojnë pushtetin, lidhjet me pushtetin, ata të cilët kanë punuar kanë qenë kundër në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike, ata s'kan dhe s'do kenë vend ndonjëherë në Parti Demokratike. Nuk kam këtu për zonjën Sela, nuk di se nuk e njoh, por është hera e parë që ja kisha dëgjuar emrin. Dhe natyrisht gara nuk është, gara ka disa kritere. Gara për në kryetar të Partisë Demokratike kudo në botë ka kritere. Dhe edhe në Shqipëri ka kritere. Dhe jo në asnjë parti në botë. Dhe njëherë, përsëri, për të kandiduar për kryetar partije, duhet plotësosh disa kritere të caktuara dhe të pranuara. Në rast se je jashtë këtyre kritereve, mund të kandidosh për poste të tjera në deg apo diku tjetër, por nuk mund të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike në një kohë kur nuk ka asnjë kontribut qendror relevant të njohur nga partia. Nuk e bën kërkush sepse e bën qesharake garën i dashur lek. Kurse çdo njeri me kontribute që plotëson kriteret është i mirëpritur dhe s'është refuzuar kurrë. Mos harro edhe një herë, janë refuzuar ata të cilët në fushat kaluan në parti tjera dhe i urdhruan si skledër që janë të vazhdojnë lojën e tyre kundër Partisë Demokratike, i urdhruan, i përdorën dhe i keqshfrytëzojnë dhe për studio, për zhurmë, mafja më rrezikshme e Shqipërisë është mafja e fjalës lirë, pronar mafioz mediash, njerëz pa të zhveshur nga çdo karakter, thrasin në studio njerëz të kaluar në parti tjera dhe u vënë si etiket funksione që si kanë patur kurrë në parti, këta thuhet të nuk besoj se je për këta ti. Nuk besoj se je, në qoftë se je antar i PD-s. Po, zoti Lek, nuk besoj se mund të kandidojë ai që bashkëpunon me krimin, që me gullëzime nga Oltjon Bistri dhe Erby Sagasi, që ne e bënim hero në burg, kurse ai shtonte dreka dhe darka
me Plum Gjokën dhe Olton Bistrin. Këto duhet pra, kjo kryesi dhe ky kryetar gjerësat jetë, është i detyruar të mbrojë interesat tuaja. Është i detyruar të mbrojë interesat e demokratëve nga ata të cilët i shkelmojnë dhe i shkelmojnë se për llogari të kundërshtarëve tanë.